Në Dibër është zhvilluar ceremonia e ndarjes së 47 banesave sociale për kategoritë e qytetarëve në nevojë. Në një postim në Facebook, kryeministri Mickovski ka njoftuar se të drejtë për të përfituar banesë sociale kanë personat mbi moshën 18 vjeçare që deri në këtë moshë kanë qenë të strehuar në institucione ose forma të tjera të përkujdesjes për fëmijët pa prindër, përfituesit e ndihmës minimale të garantuar, personat e prekur nga fatkeqësi natyrore, pavarësisht statusit juridik të banesës së tyre ekzistuese, personat me aftësi të kufizuara dhe familjet me antar me aftësi të kufizuara, pjesëtarët e komunitetit rom që janë në gjendje të vështirë sociale sipas strategjisë për romat në Maqedoni, si dhe prindërit e vetëm me fëmijë të mitur. Lidhur me këtë aktivitet të qeverisë janë prononcuar edhe nga Vlen. Nga kjo parti thonë se vazhdojnë të ndërtojnë politika që sjellin dinjitet për çdo familje. Kryetari i komunës së Dibrës nga radhët e Vlen, Fisnik Mela, theksoi se investimet në strehim social janë investime në dinjitetin e qytetarëve dhe falenderoi qeverinë për mbështetjen e vazhdueshme ndaj Dibrës. Vlen dëshmon se qeverisja nuk matet me premtime, por me rezultate, thuhet në komunikat. Banesa sociale, investimet në infrastrukturë dhe projektet zhvillimore janë pjesë e politikave që e vendosin qytetarin në qendër dhe krijojnë kushte për një jetë më të dinjitetshme për çdo familje. Pas 24 muajsh qeverisje, Vlen vazhdon të punojë me përgjegjësi, duke sjellë zhvillim dhe mirëqenie në çdo komunë, thuhet në komunikatën e Vlen.